Personat të cilët i kanë më shumë se 75 vjet gjatë aplikimit për regjistrim për votim nga shtëpitë e tyre të mos obligohen të bashkangjesin dokumente shëndetësore për statusin e tyre për të arsyetuar pse po dojnë të votojnë nga shtëpia. Prandaj është një anashkalim i rregullorës që jemi duke e bërë me këtë propozim që në këtë rast personat të moshës 75 vjeç e më shumë të obligohen të bashkangjesin në platformën e KQZ-s dokumentin e vlefshëm të identifikimit dhe një fotografi të votuesit duke e mbajtur dokumentin identifikues në dorë. Edhe aspekti që e bën vështirë në rast se kemi numër të madh të aplikimit. Kjo ndikon në materialet zgjedhore që na i kemi planifikuar edhe jemi në proces të përfundimit dhe pranimit këtyre materialeve. Po ja japi vetëm një shembull, është rasti i fletvotimeve që janë shtypën në Sloveni, për çka KQZ-ja ka marrë vendim për numrin e tyre që duhet shtypen, kategoria e votuesve me nevoja të veçanta votojnë përmes fletvotimeve rezervë që na i parashikojmë për këtë kategori të votuesve. Unë mendoj që nuk ka në gjë të keqe anashkalimi i rregullorës, në mënyrë që të sigurohet gjithë përfshirja e qytetarëve, po pa i anashkaluar në asnjë rast të drejtat dhe obligimet që kanë si institucion ashtu edhe qytetarët. Mendoj mas analizës që kësaj radhe të që mund të jetë ta shohim tani për zgjedhje të tjera si analizë. Zyra ka përgatitur rekomandime për 17 organizata vëzhguese, të cilat organizata do të plotësojnë kriteret ligjore të siç janë përcaktuar në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe rregullorën zgjedhore përkatëse. Po i rekomandoj një nga një. E para është institucioni i Avokatit të Popullit, i cili ka paraqitur kërkesë për akreditimin e organizatave vëzhguese dhe vëzhguesit individual të saj rreth gjithsej 66 vëzhgues. Në kuadër të organizatave vëzhguese të llojit përfaqësi diplomatike në Republikën e Kosovës janë gjithsej 2. E para është ambasada britaneze në Prishtinë, e cila ka aplikuar për akreditim me 7 vëzhgues. Po ashtu ka aplikuar për vëzhgim edhe ambasada e Japonisë në Kosovë me 3 vëzhgues. Në kuadër të llojit organizata jo qeveritare janë si NVM, organizata jo qeveritare Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese Birn Kosova, ka aplikuar gjithsej me 46 vëzhgues. Në statutin e kësaj organizate cekër fushat e veprimit, po asnjëra nga fushat e veprimit nuk ka të bëjë me zgjedhjet dhe të drejtat e njerëzit siç përcaktohet në ligjin për zgjedhjet dhe në rregullorën zgjedhore. Në anën tjetër ajo që kemi pa te kjo organizat është që organizata në fjalë ka publikime të tëra lidhur me drejtsinë e zgjedhje, edhe në lidhur me këtë zyra është duke trajtuar seriozisht aplikimin e saj sepse ne i shohim publikimet në raport me zgjedhjet, edhe fusha ku ata mirën me zgjedhje është drejtësia në zgjedhje. Edhe kjo na ka bërë edhe me shqyrtu kërkesën e aplikimit të kësaj organizate, jemi në shqyrtim e sipër, besoj që në mbledhjen e radhës zyra do të vijë me një rekomandim. Po në kuadër të statutit, do me thonë zyra e ka vlerësuar drejt aplikimin e kësaj organizate jo qeveritare.